Përshëndetje miq të Radio Travel, jeni duke dëgjuar emisionin Happy Fit. Shkolla që noton mbi ujë, zgjedhje inovative për fëmijët e Lagos. Në qytetin brendektar të Lagos, ku përmbytjet dhe rritja e nivelit të detit janë sfida të përditshme, është ndërtuar një shkollë lëndruese që ofron mundësi arsimore për fëmijët e komuniteteve që jetojnë mbi ujë. Kjo shkollë e veçantë është ndërtuar mbi platforma të forta që lundrojnë mbi lagunat dhe kanalet e qytetit, duke lejuar mësimin të vazhdojë pavarësisht përmbytjeve sezonale. Projektet e ngjashme synojnë të adresojnë problemin e mungesës së hapësirave arsimore dhe rritjes së popullsisë në lagjet e ngushta brendetare. Iniciatorët e projektit theksojnë se shkolla nuk është vetëm një zgjidhje praktike, por edhe një model inovativ që mund të kopiohet në vende të tjera të botës, ku ndryshimet klimatike dhe uji paraqesin rrezik për edukimin e fëmijëve. Për banorët lokal, kjo shkollë ka transformuar jetën e komunitetit, duke i dhënë fëmijëve mundësi për të mësuar dhe për të ndërtuar një të ardhme më të sigurt. Tuneli më i gjatë rrugor në botë lidh dy qytete në Norvegji. Lærdal Tunel është tuneli rrugor më i gjatë në botë me gjatësi rreth 24.5 kilometra. Ai lidh dy qytete norvegjeze dhe ofron një udhëtim nëntokësor që zgjat rreth 20 minuta, duke shmangur rrugët malore dhe motin e paparashikueshëm të rajonit. Tuneli është projektuar me teknologji moderne dhe sisteme sigurie të avancuara, duke përfshirë ndriçimin tërheqës dhe zona pushimit të shkurtra për shoferët, që e bën udhëtimin jo vetëm të sigurt, por edhe komod. Ai nuk është vetëm një arritje inxhinierike, por edhe një zgjidhje praktike për transportin dhe zhvillimin ekonomik të rajonit. Ekspertët e inxhinierisë e konsiderojnë Lærdal Tunnel një model të përsosur të ndërtimeve në kushte të vështira natyrore, ndërsa vizitorët shpesh e përshkruajnë përvojën e udhëtimit si një aventurë unike nëntoksore. Ishujt Maldive, pista fluturimesh që duken si rrugë në qiell. Në ishujt Maldive, disa pista fluturimi janë ndërtuar mbi ishuj të vegjël artificial, duke krijuar një pamje të jashtëzakonshme nga ajri. Vizitorët dhe pilotët shprehen se duket sikur avionët po fluturojnë mbi një rrugë të bardhë që shtrihet mbi tetin blu, një kombinim mahnitës i inxhinierisë dhe natyrës tropikale. Ky ndërtim nuk është vetëm spektakolare për syrin, por gjithashtu shërben për të lidhur ishujt e shpërndar dhe për të përmirësuar transportin ajror në këto destinacione të njohura turistike. Pamjet e marra nga dronët dhe avionët janë bërë virale, duke tërhequr vëmendjen e vizitorëve nga e gjithë bota, të cilët ndërojnë të fluturojnë mbi këtë rrugë në qiell. Udhëtim me tren mbi majat e Alpeve zvicerjane, një eksperiencë spektakolare në Jungfrau Railway. Në zemër të Alpeve zvicerjane, Jungfrau Railway ofron një udhëtim që duket si një ëndër për çdo dashamirës të natyrës dhe aventurës. Kjo është një nga rrugët hekurudhore më të larta në Evropë, ku trena ngjiten ngadalë përgjatë maleve të larta, duke shkelur akullnajat dhe duke kaluar përmes tuneleve të thella që ofrojnë pamje unike të lagunave dhe fshatrave alpine. Gjatë rrugës, udhëtarët mund të shijojnë pamje panoramike që duket sikur ja kanë nxjerr nga një kartolinë. Maja të mbuluara me dëbor që shkëlqejnë në diell, lugina të thella të gjelbra dhe liçene të qeta që reflektojnë qiellin e kaltër. Turistë nga e gjithë bota vinë për të përjetuar këtë udhëtim magjik, duke konsideruar si një aventurë që duhet parë të paktën një herë në jetë. Për shumë prej tyre është një kombinim i përsosur i bukurisë natyrore dhe adrenalinës së një udhëtimi mbi malet e larta, që lë kujtime të paharrueshme. Aty ku yjet lindin në errësirë, magjia e Waitomo Caves. Në Waitomo Caves, një nga mrekullitë natyrore më magjepse të Zelandës së Re, vizitorët përjetojnë një spektakël të jashtëzakonshëm duke parë tavanin e shpellave që duken të mbushur me yje. Kjo bukuri e rrallë krijohet nga shirin natyror, organizma të vegjël që ndriçojnë në errësirë duke transformuar shpellën në një botë të magjishme që të lë pa frymë. Ndërsa udhëtarët ecin përmes tuneleve të thella dhe lumenjve nën tokë, dritë të buta blu dhe jeshile shkëlqejnë mbi plafonin e shpellës, duke krijuar një iluzion që duket sikur po udhëton në një univers të fshehtë të yjeve. Ekspertët natyror e konsiderojnë këtë fenomen si një kombinim të rrallë të biologjisë dhe magjisë natyrore që tërheq vizitorë nga e gjithë bota. Dhe me këtë lajm ne kemi ardhur në fund të Happy Fit edhe për ditën e sotme, por ne do të dëgjohemi sërish nesër vetëm në Radio Travel.